Seanca e parë plenare në Kuvendin e Shqipërisë për vitin 2026 u karakterizua nga tensione dhe kaos pasi deputetët e Partisë Demokratike pushtuan foltoren si reagim ndaj pranisë së zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Për të nënvizuar disa nga prioritetet dhe objektivat e këtij sesioni të ri. Të nderuar kolegë deputet, uluni të vazhdojmë sepse është Opozita konsideroi pjesëmarrjen e saj si provokim dhe kërkoi dorëheqje të menjëhershme dhe llogaridhënie për çështje që lidhen me përgjegjësitë institucionale të Ballukut. Grupet parlamentare të Partisë Demokratike dhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim vendosën të protestojnë duke bllokuar foltoren dhe duke kërkuar transparencë dhe përgjegjësi të menjëhershme nga mazhoranca. Niko, jeni damkosur sot, pas Edi Ramës si provokatori më i madh i qytetarëve shqiptar. Dhe flaka e këtij provokimi do të bjerë edhe mbi ju. Hapuni mos u veri maske saj. Prania e Belinda Ballukut në këtë sallë sot, kur duhet të ishte dorëzuar para drejtësisë, është një krim, jo vetëm kushtetues nga ana juaj, por edhe një krim penal. Zoti Peleshi, sepse keni bërë çdo përpjekje, mafioze, mafioz është pak. Që ish zëvendës kryeministrja t'i dorëzojë drejtësisë, keni vullnetin. Të mos bëheni mburoj. Turpi juaj. Ta shohim kamerën pak atë. Turp. Deputetët opozitar theksuan se pranimi i Ballukut në seancë është i papranueshëm, por nuk duhet të pengojë funksionimin normal të kuvendit. Nga ana e saj, mazhoranca insistoi se seanca do të zhvillohet sipas rendit të ditës dhe nuk do të tolerohen ndërhyrje që pengojnë debatet parlamentare. Edhe ndaj këtij lajmi të mirë për Shqipërinë, për emrin e Shqipërisë, për emrin e shqiptarëve kudo nëpër botë, u ngrit përsëri armata e qyqarëve, të cilët që nga e shtuna ndark, filluan të bërtasin, të kërthasin, në fillim thanë që s'ka ftesë. Ku është ftesa? Na jepni ftesën, duam ftesën. Pastaj, kur doli ftesa, thanë që janë të gjitha vendet anëtare të OKB-s. Menjëherë pas përfundimit të punimeve të seancës së parë parlamentare për këtë vit jashtë Kuvendit të Shqipërisë në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi kritikoi ashpër drejtimin e seancës dhe vendimet e kryeparlamentarit, të cilin e akuzoi për bunkerizim të kuvendit. Sipas Bardhit, kuvendi po përdoret si mburoj për zyrtar të korruptuar, ndërsa lejimi i pranisë së zëvendës kryeministres Belinda Balluku në sallë përbën sipas tij një provokim të drejtpërdrejtë nga mazhoranca dhe kryeministri Edi Rama. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, dënoi sjelljen e kryetarit të kuvendit që ka zyrtarizuar bunkerizimin e kuvendit në emër të korruptuarve dhe dënoi provokimin e urdhëruar nga Edi Rama. Kuvendi i Shqipërisë nuk mund të jetë kurrë streha e të korruptuarve, por duhet të shërbejë interesit të qytetarëve dhe barazisë para ligjit. Bardhi i bëri thirrje drejtuesve të kuvendit të mos vonojnë mbledhjen e Këshillit të Mandateve dhe të mos pengojnë më tej sipas tij proceset e drejtësisë që lidhen me kërkesat e SPA. Në të njëjtën linjë ishte edhe kreu i Partisë Mundësia Agron Sheha, i cili foli për media duke cilësuar situatën në kuvend si të turpshme dhe duke akuzuar mazhorancën se po përpiqet të shmangë drejtësi. Vazhdon turpi në parlament. Në sallë është e pranishme edhe Belinda Balluku, për të cilën SPAK ka kërkuar arrestin. Po përdori një letër si shpëtim nga drejtësia, por kjo është thjesht një mashtrim. Ndërkohë edhe deputeti Blushi reagoi ashpër nga foltorja duke cilësuar turp sjelljen e mazhorancës dhe kryeparlamentarit për mos kalendarizimin e votimit për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Kjo që po bëni sot është një provokim jo vetëm ndaj opozitës, por ndaj gjithë qytetarëve shqiptar. Nuk mund të bëheni mburoj e korrupsionit. Kini vullnetin ta dorëzoni para drejtësisë dhe të mos mbani mbi vete këtë turp. Tensionet politike pritet të vijojnë edhe në seancat e ardhshme, ndërsa opozita paralajmëron se nuk do të lejojë funksionimin normal të kuvendit për sa kohë sipas saj institucionet po përdoren për të mbrojtur zyrtar të dyshuar për korrupsion.